Atëherë me 18 vota për, 10 kundër dhe 2 të paveshme, Safet Kamberi është kryesues i Asamblesë Komunale të Mitrovicës. Atëherë i nderuar, fillimisht një falëndrim të veçantë për anëtarët e Kuvendit për besimin që ma dha që unë të jem kryesues i Kuvendit Komunës së Mitrovicës dhe 5 gjatë shumë dhe pa mojt kështu fjalë gjatë, unë vetëm diçka do më ju premtu anëtarëve të Kuvendit. Unë si kryesues i Kuvendit do të jem në nivelin e përgjithësisë, do të respektoj në mënyrë më të mirë të mundshme. Edhe kështu e kemi përgjithësi ligjin mbi veçëverisje lokale, e ku si pasojë e tij ose si derivat e tij është statusi i komunës që në një farë forme është kushtetuta jonë, e për cilën ne do të jemi në respektim të saj, po ashtu rregulloren e Kuvendit dhe ju garantoj se secili antar i Kuvendit do ta ketë hapësirën e vet diskutuar, bën kontributin e vet dhe unë zotohem se unë si kryesues, mirë po besoj që edhe ne si antar të këtij Kuvendi dhe të bëj më të mirën për komunën e Mitrovicës, duke qenë përpara secilët vendime rregullore dhe gjithçka që është me interes të komunës.